Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Të plagosurit në Tiranë mund të jenë qelluar gabimisht. Dyshohet se objektivi ishte gruaja e Roan Brahimit, babait të cilit u ekzekutua mbrëmjen e të njëjtës në Lezhë. Shtyhet vendimi për kalimin ose jo për gjykim të dosjes së ish kompleksit Partizani. Mbrojtja e Berishës thotë se duhet të thirret dëshmitar kryeministri Rama. Rama deklaron në rubrik se ish uzina e Bakrit do të kthehet në fabrikë armësh. Berisha paralajmëron bandat, kush bën presion për votën shpallet terrorist. Dinamikat ndjekin njëra tjetrën në fermën e VIP-ave, debate, aleanca dhe pëlqime mes konkurrentëve. Sot mbrëmje për të mos u humbur në ekranin e Vision Plus. Vjojmë të ndjekim më gjërësisht zhvillimet kryesore të ditës. Ekzekutimi i një 64 vjeçari në lokalin e tij dyshohet se mund të jetë i lidhur me atentatin në Tiranë, ku u plagosën 4 persona, por që besohet se u qelluan gabimisht. Autorët kanë pasur si shënjestër eliminimin e bashkëshortes së Roan Brahimit, i vrarë në Greqi dhe që është djali të ekzekutuarit në Lezhë. Vrasësit mund të janë gatëruar pasi shënjestra përdorte makinë të ngjashme me atë të plagosurve në Lundër. Detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me ngjarjen e rëndë që ndodhi në zonën e Lundrës në Tiranë, ku mbeten të plagosur 4 persona, 2 prej tyre të mitur. Duket se ekzekutimi në Lezhë, ku mbeti i vrarë Gjovalin Prendi, mund të ketë lidhje dhe me ngjarjen në Lundër, kjo për shkak se autorët dyshohet se kanë ngatëruar shënjestër. Sipas burimeve, gruaja e Roan Brahimit, babait të cilit u vra po të njëjtën në lokalin e tij në Llan të Lezhës, rezulton se përdor makinë të ngjashme me atë të 4 personave të plagosur në Lundër. Madje bashkëshortja e Brahimit ka dhe shtëpinë afër me familjen Demiraj, fëmijët e të cilës mbeten të plagosur. Burime bëjnë me dije se ka dyshimet e forta që të plagosurit janë qelluar gabimisht. Kjo është një nga pistat ku është fokusuar policia, megjithatë nuk përjashtojnë pistat e tjera që kanë të bëjnë me familjen Demiraj. Plagosja 4 fisht u shënua rreth orës 21:50 në afërsitë e tregut agro-ushqimor në kryeqytet, ku 4 personat ishin duke udhëtuar me mjetin e tyre tip G klas. Në këto momente një motor është afëruar dhe ka qelluar me breshëri plumbash në drejtim të tyre, duke plagosur drejtuesin e mjetit, 34 vjeçarin Aren Stafa dhe 19 vjeçarin Kian Mullahi. Plumbat nuk ursyen as 2 pasagjerët e tjerë në makinë, 2 vëllezërit e mitur përkatësisht 17 dhe 11 vjeç. Këta të fundit janë fëmijët e pronarit të një shoqërie sigurie private. Pas atentatit, Stafa është larguar me shpejtësi në drejtim të Lundrës, në afërsitë të zonës së vilave ku dhe banojnë të miturit dhe i riu. Ata më pas janë dërguar në spital me një tjetër automjet. Sipas hetimeve paraprake, ka dyshime se autorët kanë qenë 2 persona të cilët i kanë zënë prit mjetit tip G klas. Me pas ata janë larguar nga vendngjarja me një motor, ndërsa policia ende nuk ka asnjë të dhënë që mund të çojë në identifikimin e tyre. Të plagosurit janë marrë në pyetje dhe kanë deklaruar se nuk kanë konflikte me askënd dhe nuk kanë arritur të dallojnë dot autorët. Të rinjt nuk kanë asnjë precedent penal, po ashtu dhe shoferi i tyre nuk rezulton të ketë patur probleme me drejtsinë të kaluaren. Pas ditën e së njëjtës, 4 të rinjt kanë shkuar në Shijak për të festuar ditëlinjen e 11 vjeçarit, me pas janë drejtuar drejt Lundrës në zonën e vilave ku dhe banonin. Kian Mullahi, i cili studion në Londër, ishte kthyer vetëm një ditë përpara ngjarjes për Pashkët. 3 të rinjt janë shok me njëri tjetrin. Sipas burimeve nga spitali, 11 vjeçari vijon të jetë në gjendje të rëndë pasi plumbat e kanë prekur në pjesën e gjoksit. Vëllai i tij 17 vjeç është dërguar për mjekim në një spital privat në kryeqytet. 2 të tjerët, 19 vjeçari Kian Mullahi dhe 34 vjeçari Aren Stafa, janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë në vrasjen e Gjovalin Prendit në Lezhë dyshohet se janë përfshirë disa persona. 64 vjeçari u qellua me breshëri nga dera e lokalit, teksa i ndodhej në ambientet e brendshme të biznesit të tij. Pista më e mundshme është ajo e hakmarrjes për shkak të aktivitetit të birit. Të paktën 4 persona të moshës 30 deri në 35 vjeç ndodheshin në 2 makina, dyshohet të kanë marrë pjesë në ekzekutimin e 64 vjeçarit në Lezhë. Autorët dyshohet se lëviznin me një automjet tip Porsche Cayenne dhe kanë qelluar drejt Gjovalin Prendit, i cili mbeti viktimë e atentatit, përpara se të largoheshin me shpejtësi nga vendngjarja së bashku me mjetin tjetër që i shoqëronte. Prendi ndodhej në lokal së bashku me një person tjetër, i cili fatmirësisht nuk është prekur nga plumbat. Të dy mjetet janë afruar nga hyrja kryesore e lokalit dhe është hapur zjarr në drejtim të tavolinës ku qëndronte 64 vjeçari.
Gjovalin Prendi kishte hapur lokalin e tij që ndodhet pikërisht pranë kryqëzimit të urës së Milotit dhe segmentit të vjetër drejt Rubikut, pa e ditur se aty do të ndodhte atentati fatal. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve dhe deri më tani ka shoqëruar disa persona për t'i marrë në pyetje, por ende pa rënë në gjurmë të ekzekutorëve. Ndërkohë, paraditja në kësaj të premteje është gjetur mjeti i djegur i autorëve në afërsi të fshatit Furzhorm. Mjeti është gjetur rreth 300 metra larg autostradës pranë një kanali, ndërsa kanë qenë banorët ata që kanë lajmëruar policinë e Kurbinit. Gjovalin Prendi është babai i Rohan Brahimit, i njohur edhe si Sidorel Prendi, i cili u ekzekutua në një atentat mafioz në Athinë në 9 maj 2024 në sy të gruas dhe fëmijëve të tij. Brahimi ishte një personazh i njohur për autoritetet dhe dyshohet të ketë qenë i përfshirë në disa ngjarje kriminale në Shqipëri dhe Greqi. Ai njihej si rivali i mbretit të lojrave të fatit Ervis Martinaj, i cili rezulton i zhdukur. Madje Rohan Brahimi është përfolur si i përfshirë edhe për vrasjen e Brillant Martinaj. Në 23 prill, gjykata do të vendos nëse dosja në të cilën akuzohet ish kryeministri Sali Berisha do të kalojë ose jo për gjykim. Avokati i kreut të opozitës kërkoi të thirret dëshmitar Edi Rama me argumentin se ka firmosur ndryshimin e destinacionit të truallit në ish klubin Partizani. 6 muaj nga mbyllja e hetimeve, seanca që do të vendoste për kalimin apo jo për gjykim të dosjes Partizani dështoi. Pas 4 orësh e 30 minuta, vendimi nuk u arrit të merrej për shkak të mungesës së njërit prej avokatëve. Genc Gjokutaj, mbrojtësi ligjor i ish kryeministrit Sali Berisha, për mediat u shpreh se në këtë proces duhet të thirret edhe kryeministri Edi Rama për të dëshmuar. Ne ritheksuam edhe një herë mungesën e faktit penal, shkak për cilin ne kemi kërkuar pushimin e çështjes. Ky është një manual shkeljesh, libri i procedurave të këqija. Kjo dosje, në të cilën gjen akte të pakomunikuara, ekspert të palicencuar, firma të falsifikuara, të cilat prokurori dëgjon dhe hesht. Imagjinoni në këtë çështje kur Sali Berisha akuzohet, është i pandehur, dhe Edi Rama nuk thirret, është autori i ndryshimit destinacionit të truallit të klubit Partizani, i cili ka hapur siparin. Absolutisht ne e kemi kërkuar, sans paraprake nuk mund thrasim dëshmitar. Gjokutaj nuk i kurseu komentet as për prokurorët Arben Kraja dhe Enkelejta Milonaj, sikundër as për gjyqtaren e çështjes Flojera Davidi. Shpresoj të marrë kohën e saj për të dhënë një vendim, sepse 6 muaj seancë paraprake edhe të jepet vendimi për 5 minuta, mua nuk më duket serioze dhe le pastaj të jetë profesionale. Nuk ndryshon Spaku, siç ka qenë ashtu do të jetë. Sali Berisha akuzohet nga SPAK se ka shfrytzuar postin e tij si kryeministër për të favorizuar dhëndrin e tij Marber Maltezi me qëllim privatizimin e truallit të ish kompleksit sportiv Partizani. Të dy akuzohen se kanë kryer korrupsion në bashkëpunim, ndërsa Maltezi edhe për pastrim parash. Vendimi pritet të merret në 23 prill. Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Rubiku se në ish uzinën e Bakrit do të ngrihet një fabrikë që do të prodhojë armë dhe drone. Ky investim sipas tij pritet të japë një zhvillim të madh zonës, si dhe do të hapë vende të reja pune. Ish uzina e Bakrit në Rubik do të kthehet në fabrikë armësh si një prioritet që qeveria socialiste, sipas Edi Ramës, do të ketë për të investuar edhe në industrinë ushtarake. Në kuadrin e hapjes së një faqe të re në fushën e mbrojtjes dhe të ekonomisë, ne nisim me investimet e para për krijimin e qendrave të prodhimit të industrisë ushtarake. Dhe këtë kompleks e kemi identifikuar si një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona të armatosura, por në masën më të madhe për eksport. Për forcat e armatosura, kryeministri Edi Rama premtoi edhe rritje të përvitshme pagash. Filozofia jon është që investimet në rritje për mbrojtjen, që janë investime që i bëjnë të gjitha vendet, dhe të cilat ne i kemi kanalizuar fillimisht për disa gjëra themelore që mungonin, një ndër cilat kryesorja rritja shumë domethënëse e pagave të
të ushtarakëve tanë, synojmë që të rrisim pagat çdo vit për të arritur në mesataren e NATO-s. Dhe patjetër që kemi parë që kjo ka sjell një rritje të interesit për të bërë pjesë e forcave të armatosura. Rama shtoi se po përgatitet edhe hapja e Akademisë së Forcave Ajrore, ku do të fillojë përgatitja e pilotëve shqiptar. Duke marrë shkas nga ngjarjet kriminale të ditëve të fundit, Sali Berisha ka akuzuar qeverinë për dështim. Lideri i opozitës ka paralajmëruar bandat që sipas tij duan të ndikojnë në zgjedhjet e 11 majit. Berisha ka thënë se nëse qytetarët rikthejnë në pushtet Partinë Demokratike, bandat do të shpallen organizata terroriste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi nga Kruja 2 ngjarje të rënda kriminale që tronditën Lezhën e kryeqytetit mbrëmjen e së njëjtës. Gjatë takimeve në zonën e Pazarit, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se me politikën e tij ka fuqizuar bandat kriminale. Nga një masakër tjetër, mbrëm rrugët e Tiranës u skuqen. 4 vetë morën bërshëri dhe gjerë tani narkoshteti s'është në gjendje të thotë se çfarë ishin ato. Po një 11 vjeçar kur nuk mund të gjuhej mbi të doan. Mirë po, njeriu që i ndërsen dhe u thot hani kokën njëri tjetrit, po më shërbeni mua, i shërben atij, krijon këtë situatë. Berisha paralajmëroi bandat kriminale që ushtrojnë presion mbi qytetarët në prag të zgjedhjeve se do të shpallen terroristë. Ne do bëjmë ligjin dhe ata të cilët do përzihen. Ata ju lutem shumë çdo qytetari të majë shënim personin që u vjen dhe ju bën presion, ju kërcënon për votën. Absolutisht do shpallet terrorist pas këtyre zgjedhjeve, ai do të listohet si terrorist dhe do trajtohet si terrorist. Berisha theksoi se 11 maj është dita kur vendoset e ardhmja e vendit. Ju bëj thirrje qytetarëve të Krujës, pavarësisht nga bindjet politike. Nuk është çështja këtu as për Partinë Demokratike, as për parti tjetër, as për këtë aleancë. Çështja është në radhë parë për xhepin tënd. Çështja është për pensionin tënd. Çështja është për rrogën tënde. Çështja është për biznesin tënd. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike vizitoi një fasoneri në zonën e Krujës ku shpjegoi programin e PD-s për biznesin dhe vendimin për të mbrojtur sipërmarrësit nga zhvlerësimi i euros. Gjykata e Fierit la në burg Ledian dhe Claudio Kaplanaj, dy niprit e ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj, së bashku me punonjësin e tij Gerald Kolçakun. Të tre u njohën me masën e sigurisë pas incidentit të ndodhur pak ditë më parë, ku sulmuan agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe efektivët e policisë. Të dyshuarit kanë deklaruar në dëshminë e tyre se nuk ishin në dieni që persona të cilin kishin ndaluar dhe sulmuar ishin agent. Ngjarja ndodhi kur një agent i BKH-s i shoqëruar nga efektivët ka qenë duke zhvilluar një operacion me urdhër të SPAK në fshatin Portuz e Madhe. Sipas organit të akuzës, agentët janë filmuar nga një person dhe kjo i ka detyruar të braktisin operacionin për të zhvendosur në vendin e quajtur rreth rrotullimi i parkut. Këtu ju janë afruar disa persona që mbërritën me 3 makina dhe i sulmuan fizikisht. Në prag të Pashkës, kryepeshkopi Joan Pelushi ka ndarë mesazhin e tij për besimtarët ortodoks, të cilët i shtyn drejt vlerave, drejtësisë dhe dëmshurisë. Ai fton besimtarët të jenë të bashkuar, të mos tregohen lakmues dhe egoist, si një përpjekje kundër padrejtësive dhe varfërisë në botë. Egoizmi dhe lakmia i kanë helmuar dhe deformuar marrëdhëniet ndërmjet njerëzve, duke i tjetërsuar dhe duke i vetmuar nga njëri tjetri. Largimi nga vlerat, nga dashuria, drejtësia, dëmshuria dhe sidomos nga prania e Zotit në jetën tonë të përditshme, krijon një errësirë shpirtërore, shkruan kryepeshkopi Joan Pelushi. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të premteje në fshatin Grecalli të Fierit. Një fermer 60 vjeçar ka ndëruar jetë pasi dyshohet se e ka zënë poshtë zetorit teksa kryente shërbimet gjenerike poshtmjetit. Agron Sukulli është gjetur nga fqinjët i pa jetë poshtë gomës së zetorit pranë banesës së tij. Ferma VIP premton sot një tjetër mbrëmje spektakolare në ekranin e Vision Plus. Dinamikat e shumta dhe tensionet mes konkurrentëve pritet të shoqërojnë spektaklin më të ndjekur nga shqiptarët.
Edhe pse kanë kaluar më pak se 20 ditë nga nisja e rrugëtimit të ferma VIP 2, kjo javë ka patur diskutime të forta, dinamika të paparashikuara si dhe shumë humor dhe momente emocionuese. Trajto mua ashtu të më dorën, ti kush je timi? Vetëm 35% buxhet si pasojë e sfidës së humbur në prajmin e së hënës ka vënë fermerët në vështirësi për menaxhimin e shumës. Në procesim ne jemi 16 vjet vetëm nga i paket për 2 ditë i vjen. Agai sërish u tregua zemërgjer duke i dhënë edhe një tjetër mundësi për shtimin e buxhetit. Një sfidë për Anduelin, Big Bastën, Andrean dhe Yllin do të bënte që fermerëve të rritej buxheti. Dhe meqense sfida nuk kaloi me sukses, 4 fermerët u dënuan dhe u dërguan në shtëpinë e fakirit deri në një vendim të dytë nga Agai. Por ky vendim, i cili u shoqërua me penalizime si mos komunikimi me pjesën tjetër të konkurrentëve, është munduar të pritet me pozitivitet nga 4 fakirët. Dil këtej Big Mama, Elinara, Limi, Danela dhe Ester. Kryeplak Albano edhe këtë javë ka bërë më së miri punën e tij, ku veç organizimit të sfidave ka sill shumë të qeshura në fermën e vipave. Punimi i parcelave dhe mbjellja e perimeve ka vënë në lëvizje të gjithë fermerët. Sfidë që ka sjell debate për ndarjen e grupeve e deri tek tensionet dhe zërat e ngritur, veçanërisht mes konkurrentëve që humbën lojën. Gjatë këtyre ditëve në ferm ka patur momente tensioni, rregulla të thyera, prishje miqësish, por edhe fillime të reja. Limi dhe Alba u bën subjekti spekulimeve për momente intime. Këto pamje kanë ngjallur diskutime duke u komentuar si një zhvillim i ri në marrëdhënien e tyre. Një televotim i hapur nga dita e hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut do të sjellë të tjera dinamika në lojë. Është pjesë e imja të ta përcjell informacionin, kaq. Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionet në ferma VIP 2, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sot në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 live në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanale të dedikuara të platformës Tring. Këtu kemi përfunduar këtë edicion lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.